Në trashëgiminë kulturore, Shkodra ka një vend të jashtëzakonshëm në trevat shqiptare. Shkodra mund të thuhet pa frikë që është një nga vendet, habitatet, sipërfaqet e mëdha, dhe nuk flas vetëm për qytetin e Shkodrës që ka primat për sa i përket trashëgimisë kulturore. Ka primat sepse do ta sqaroj më vonë, është i mbushur me arkeologji, me sjet, antikitet. Por e kam fjalën për gjithë territorin e Shkodrës, po themi qarkun e Shkodrës, gjithë zonën përreth liçenit të Shkodrës, me detin vetëm 30 kilometra në vijërore, 25 bindje kilometra në vijërore me qytetin. Është mbushur me antikitet, dhe këtu po bëj sqarimin, sepse sigurisht afër saj është Drishti, afër saj është Danja, që janë qytetrime, janë jashtëzakonisht rënoja që shtrihen përgjatë rrugës Shkodër-Koplik, në fjalë Hani Hotit, dhe patjetër po të shkosh pastaj në krahun tjetër është edhe Ulqini, janë edhe shumë pikat të cilat përbëjnë antikitetin përveç kështjellës së Shkodrës, më të rrezatueshëm në trevat shqiptare. Ke sipër në Bertoj një rënoje e cila është 2000 sa vjeçare, 2100 vjeçare, derisa të shkosh vjen fjala deri ke Burgureqit, po që duhet të gjesh edhe rënojat e Marshejit. E shumë element në Vilës, për shembull, shumë element të tjerë që ka të bëjnë pastaj me qytetrimin e jashtëzakonshëm shkodran dhe habitatit të tij. Vijnë nga thellësia e antikitetit, vijnë nga koha e Ardianëve, Labeatëve, të një kulture ilire fantastike, që sigurisht rrezatonte nëpërmjet kështjellës së Shkodrës, ashtu është edhe me sjeta. Me domenet e tyre vijnë kohën e Balshave, sigurisht është edhe para kësaj kohe ku është edhe 300 vjeçari, 208 vjeçari e sudimit të huaj, në një pjesë të tyre serb, por patjetër është edhe një kohë e cila është e përcaktuar si kohë romaniteti, dhe që ka sigurisht edhe ndërtimin e shumë kishave benediktine, edhe romanitetit të thekshëm. Pastaj është koha veneciane, pastaj është edhe koha mbas rënies së kështjellës së Shkodrës, edhe koha po themi e sundimit Osman, derisa vjen kohën e Pashallekut, i cili bëri ndërtimet më të mëdha dhe ktheu Shkodrën e sotme. Nëse flasim për Shkodrën e sotme, kemi të bëjmë me Pashallekun e Shkodrës. 75 vitet e Pashallekut Bushatlive të Shkodrës formuan kohën e Shkodrës moderne, e cila shtrihet këtu ku është. Ajo ka filluar të shtrihet me një sasi të madhe pas vitit 1790, dhe sigurisht me krijimin e pazarit pastaj u bë edhe, po gjitha këto janë veprimtari të Pashallekut të Shkodrës, urave të ndryshme që janë ndërtuar, nuk është puna vetëm e xhamisë Plumit, por edhe të Kirit, edhe urave të ndryshme që kishte Pashalleku i Shkodrës ndërtuara kudo, në Kukës deri në Gjakov, në Malzi, të gjitha ato janë ndërtuar nga Pashalleku i Shkodrës. Dhe kjo trashëgimi sigurisht që duhet ruajtur. Ju e dini që një pjesë e juaj e dini që unë kam bërë dhe drejtori i DRKK-s. Kalimin nga monumentet e kulturës në DRKK, në bashkim me parkun arkeologjik. Dhe monumentet e kulturës kam bërë drejtorin e parë, që kam formuar institucionin e parë që i përmbledh të dyja. Sigurisht nuk e zgjata shumë aty sepse nuk ishin shumë dakord në administrimin, në formën time të administrimit, sepse normalisht që unë nuk preferoja të hidhja tendera dhe nuk preferoja të gënjeja në letra, as të kaloja me shtylla mbi fjala Sinkoman për të shkelur trashëgiminë, sepse do ndërtonte keshi, do vendoste shtyllat, dhe nuk i pranoja këtë punë. Edhe plus e kërkonin atë vend sepse ja kishin premtuar politikës. Në vërtetë edhe unë kisha shkuar me një lloj politike, me misi, më mirë të themi, por kisha fituar një konkurs i cili sigurisht as kërkush nuk mund të dilte ballë, se isha më i përgatitur i unë. Në këtë mes nuk do më donin edhe nuk do më kishin dëshirë që t'isha drejtori i DRKK-s, sepse do veproja në bazë të ligjeve të shtetit dhe në zbatim tyre, dhe kurrë në bazë të urdhrave të partisë. Dhe fjala,
kur thoshte partia po vjen mbledhjet partisë, i thoja pse ndini gjë antar partisë tuaj që të vinë mbledhje partisë. Pastaj pse një drejtori i DRKK-s i monumenteve duhet vinë mbledhje partie. Për çfarë arsye? Se këta kështu e kanë zakon, kështu e ka pas zakon edhe partia e Sali Berishës, kështu e ka zakon edhe partia e Edi Ramës. Të threshin drejtorët në mbledhje partie. Kjo është. Kjo s'bën vaki kërkon në botë, po bën vaki në Shqipëri sepse vazhdojnë e imitojnë PPSH-n. Në mënyrë tragjike. Dhe unë nuk e bëja këtë punë. Kështu që dorëheqja ishte akti më i mirë, që të mos melja pa punë, edhe dikur pastaj duke qenë Tiranë dhe unë Shkodër, më detyruan që ta lej fare punën. Punova edhe 3-4 vjet tjera me duke ngritur, ashtu siç bëra rregulloret e DRKK-ve, ajo rregullore që të kësaj dite, që në 2014, ashtu ngritëm edhe një, po themi, inspektoriat tjetër që ishte e drejtës autore, që kur nuk u zbatua dhe kur nuk funksionon në Shqipërinë tonë, e cila sigurisht është parapolitike në zbatimin e ligjit. I thash gjitha këto për të tregu, jo për të justifikuar vete, por se sa e rëndësishme është trashëgimia kulturore. Dhe sa të pa nevojshëm janë njerëzit si puna ime që janë shumë dhe që nuk i duhet kujt një person i tillë në trashëgimi kulturore sepse ngrihet, sepse sigurisht kërkon, është exigjent për trashëgimin kulturore. Edhe këtu vim ke çështja që duhet trajtoj sot. Sigurisht, ku shkon pi kafe aty ke Shqiponja ose vjen për në Shkodër, shikon muret jugore të Kështjellës Shkodrës. Nuk i shikon me vëmendje, po të afrohesh afër me një celular të mirë, me një zoom të mirë, e shikon që ata vuajnë shumë. Dhe për të qenë luajal, e gjithë zona atje ku është mbuluar nga lokale dhe ajo zonë arkeologjike. Zona që fillon atje, ke ura Bunës, dhe shkon deri ke xhamia e Plumbit, e zonë arkeologjike. Është zonë ilire, zonë helene, zonë romane. Është e hapur, e deklaruar, të gjithë zonën e kanë mbuluar. E kanë mbuluar sepse e kanë mbuluar në kohën e demokracisë. Sepse kështu i kanë lejuar. Dhe nuk mund të them që është vetëm faji i njerëzve që kanë ndërtuar. Është faji i shtetit që i ka lejuar. Dhe ai nuk ka qenë shtet, ka qenë shtet vagabond, hor. Dhe nuk duhen akuzuar njerëzit që kanë shkuar atje, duhet akuzuar shteti që i ka lejuar. Por ka dhe një lidhje, shteti i tyre ka qenë. Atyre, këtu lloj njerëzve. Praktikisht ajo është zonë e mbuluar e gjitha me ndërtime. Dhe sigurisht një zonë arkeologjike dhe sigurisht ka pasur ligje për të mos ndërtuar aty. Dhe ka dhe sot e kësaj dite. E vetmja punë e mirë që është bërë deri tani për vite e vite është nxjerrja e xhamisë Plumbit nga uji. Dhe kjo u vërtetua dhe për këtë duhet falenderuar bashkëpunimi i ministrisë sonë, bashkisë dhe turqëve që mundën ta nxjerrin një nga kryeveprat arkitektonike dhe shkodrane. Nuk e kanë ndërtuar turqit. Por ajo xhamia aty është një mrekulli si të them tash, një mrekulli arkitektonike. E super studiume, me materiale fantastike. E kishin ndarë mas dore, gjithmonë në ujë. Sepse sigurisht edhe rrjedhja dhe nivelet e ujrave dhe hidrocentralet kanë ndërtuar atë gjeodezinë e tyre dhe sigurisht ajo mbet tash në ujë. Sot, me gjithë ujrat e larta, ajo nuk është më në ujë. Dhe duhet thënë bravo ministrisë, pavarësisht se si është riparuar, restauruar, mund të kemë disa vretje on. Që rëndësi ka, nuk është më në ujë. Nuk është më në ujë xhamia e Plumbit. Dhe kështu janë munduar që të mbetesh të funi edhe për kishën e Shirqit, këto dy kryevepra që kemi ne. Ka mbetur vetëm një mur atje. Edhe varret e atyre banorëve që vijnë prapë ke kisha. Duke mos e ruajtur si monumentet. Ato varret nuk janë bërë kohë të derit, janë bërë as në diktaturë, se ka qenë monument kulture edhe në atë kohë. Po është bërë tash, e kanë lejuar tani. Për shqyqyr duhet me thënë që i kanë munduar që ta mbrojnë pak që mos tërzohet edhe ai muri vetëm që ka mbetur. Bravo i qoftë që i kanë mbrojtur atë pjesë dhe bravo i qoftë që sigurisht kanë nxjerrë xhaminë e Plumbit nga uji. Mas gjithë këtij diskursi tash duhet të them, duhet ankohen për muret jugore. Sigurisht që muret jugore të Kalas Shkodrës vuajnë edhe një pjesë atyre që janë brenda. Është disa ta herë që të bëj emision, nuk e bëj për të fyer edhe për të ankuar kot.
as për të sharën. Jo më I lavdroj gjithë, ato bashkëpunëtorët që kam pasur aty. Unë e di që Elidon Sokoli, që është drejtori tash, është shumë ditur për këtë punë. Edhe jashtëzakonisht edhe djemtë që janë aty, janë një pjesë e tyre që kanë qenë bashkëpunëtorët e mi, me Petrit Bilali, ata janë të interesuar për projekt të jashtëzakonshëm, I cili pastaj të shohë ata morët të kapen dorë, jo të restaurohen, të mirëmarren edhe njëkohësisht aty ku ka nevojë për konservim, ka nevojë për konservim. Aty ku ka nevojë për restaurim, duhet bërë dhe restaurimi. Sepse ato more janë mbushur me gropa, sepse sigurisht edhe bombardimet e dikurshmet në gjitha kohët, edhe koha ka bërë punën e saj, edhe jugu, edhe akulli, dhe të gjithë faktorët klimaterik bëjnë punën e tyre, dhe ata more vuajnë. Dhe ju ndërkohë po I shihni, po të shihni me fotografi të zmadhuara, I shikoni gropat që janë duke formuar. Duhet pra një projekt I madh. Këtu është fjala për një projekt I madh. Dhe këtu është fjala, siç u bë projekti dhe u bë ndihma e jashtëzakonshme për të nxjerrë xhamin e plumbit nga uji, duhet bërë edhe për muret jugore, po në përgjithësi për kështjellën e Shkodrës. E kanë zbukuruar, e kanë bërë me drita, është një mrekulli, duket jashtëzakonisht bukur. Vizitorët janë shtuar, para nxjerr. Po nuk është çështje nxjerr para, po nxjerr para. Ato para duhen shfrytzuar, paratë e trashëgimisë nuk duhen shfrytzuar për rroga, rrogat I nxjerr shteti. Mbase duhen dhënë disa shpërblime, po edhe ato I ka shteti. Paratë e trashëgimisë duhen mbledhur për të vendosur në kalan e Shkodrës. Në kalan e Shkodrës mblidhet një sasi impresionante, aq sa mblidhet, duhen shtuar dhe ca lekë, duhen kryer edhe disa subvencione, duhen gjetur dhe donator dhe duhet bërë projekt I madh për konservimin, restaurimin dhe përmirësimin e mureve të kështjellës fantastike të Shkodrës. Edhe mos I thoni më Rozafa, mos na çmendni më me fjalën Rozafa. Çfarë Rozafe, kush I ka Rozafa? Çfarë Rozafe? Ajo është kështjella e Shkodrës. Ajo është kështjella e Teutës, e Agronit, e Gentit. Nuk është kështjella e Rozafës. Rozafa nuk ka ekzistuar, është një legjendë. Çfarë Rozafe? Rozafën e kanë sjell si trashëgimni serbët në kohën e pushtimit tyre, dhe e kanë përforcuar akoma më tepër 1850-1800 në marrëzinë e shkodranëve për ta besuar, ju është dukur e bukur kjo punë. Dhe njëkohësisht vjen Rosafi, vjen nga Siria e dikushme për të bërë edhe marrëzinë e jashtëzakonshme. Tash miqtë e mi, kjo është thirrja. Mas e lejmë këtë pa projekt të madh. Kështjella e Shkodrës kërkon një projekt të madh, konservimi, restaurimi dhe nxjerrje në dritë të mureve që vuajnë. Dakor,